pas temave të forta të mëngjesit, do të kalojmë si që ndoshe tek muzika, por jo tek muzika e zakonshme, po ajo që nuk i shmanget të realitetit her pas here. Sot në studio kemi një zë që vjen nga një trev me histori, me identitet dhe qëndres, nga Melsia Bujanosit. Bekim Ibrahimi është këtu me ne, i cili në jetën e vetë nuk ka zgjedhur një rrugë shumë të lehtë nëpërmjet artit, por përgjithsisht në projektet e veta, e kemi ndjekur edhe më herët në kafeshetë dhe jo vetëm, përgjithsisht zgjedh disa tema shumë pikante. Kësaj here ka zgjedhur një temë që na prek, na ngacmon të gjithëve. Dhe Bekim, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Pare quhet kënga që sapo dëgjoj. Faleminderit shumë që na jepni mundësinë, suksese juve, emisionit dhe televizionit. Faleminderit. Dhe gjithë stafit, a? Doja ta nisem më herë nga kënga që sapo dëgjuar, titullohet Pare. Po. Çfarë ju bëri që këtë këngë, këtë lloj subjekti ta kthenit në këngë? Po, shife, parja është një monedhë, një letër që na bën mundje mirë, po ndonjëherë edhe na bën mundje keq. Kur e kemi qeshmi, kur se kemi, ulmi kokën ndonjëherë. E vërtetë. Dhe marrmi me humor. Është çdo njeri ka parë në dorë, ka pas dhe do të ketë. A thua? Patjetër. Ato që kanë më pak, ju uroj që të kenë më shumë, se tani që e kanë gjendjen aktuale, që të kenë më shumë parë, po më shumë gjendja njerëzore se sa pare. Ja, këtu doja të ndalësh. A ju vetë personalisht çfarë marrëdhënie keni me paran? Po si çdo tjetër, si çdo njeri tjetër edhe unë. Që kur e keni qeshni? Po, kur e kemi qeshmi, kur se kemi, e ulmi pak kokën. Po ndërkohë, ndryshimi i konceptit të pasurit para dhe të kesh pasuri, si qëndron sipas jush? Koncepti të kesh para dhe pasuri janë dy gjëra ndara, po prapë se prapë janë me pare, dhe më thonë. Tani, pasuria me madhe njeriu të është vlera njeriu, se sa parja, pak edhe nga ona klipit, nëse ka pa shikust, duket që njeri pin qaj e tjetëri pin alkohol. Kurse unë neutralitetin me ujë. Po në fund, ki që pin të qaj duket se nuk ka shumë para, po në fund e kishte... Ato pare të vërteta ishte? A i kishte të vërteta, këto në tavolin janë kopje, se janë për klip, po. Nga këto kopjet kemi sa të doni. Pra, do me thënë, kënga nuk është se e trajton paran si diçka pozitive apo negative në tej, po përpishet... Dy gjëra, se e këmë thonë, sa e mirje, po sa shumë me marre. Po e themi këtë pse, po gjdo dit hasme, do me thonë, gjërat bukra që parja na mundëson, edhe unë vinë nga Zvicra, thëni direkt tjera në këto, po më s'kisha lek, s'do vina, se aeroplanit gjitha gjërat, po anën tjetër edhe parja, dhe më thonë, e detyron njeriu me një farfor me dalë edhe nga vetja vetë, të bëjt gjëra që, po mos ishte paraja, të ishte ndo një gjë tjetër, po e thëmë, ndo një koncept tjetër i jetës, që nuk është paraja vlerë, atër njeriu nuk do të bënte, ndoshta 50% gjërat që i bëjmë sot, nuk do i bënim, se do i përdorim vetëm logjikën edhe ndjenjat njerëzore. Kështu që, unë e këmë thonë që sa e mirje, po sa shumë me marre. Ma shumë është me marre, se sa që është me vlerë. Po edhe pa këtë nuk bënë. Edhe pa pare nuk bënë. Qëndron, dhe kam përshtypje se ky si varg e përcjell më së miri mesazhin e gjithë këngët. Ndërkohë, mendon se kohët e sot me njerëzit janë shumë të fokusuar tek paraja? Po kjo është edhe domethënë që më ka nxit mu, se duke pa që njerëzimi kohëve fundit domethënë gjithë botën është në presion të jetës, presion të paras, për me ardhur deri te paraja, domethënë është jeta e vështirësuar në globalitet, domethënë, edhe ndoshta në një moment që çdo ditë që kontakton me njerëzit, tema është paraja, një mbijetesa ose jetesa ose edhe luksi. Edhe që bën luks, edhe ka një lloj stresi, se si të harxoj lekun. E vërtetë është. Po, tani unë e kum lexuar një herë, po lidhemi me paran, që në Kuvajt, kur lind një fëmijë, do të thonë i dhurohet $2 milion në konto. $2 milion? Po. Wow. Dollari vlen njësoj në Kuvajt? Po si dollari amerikan ose po 2 milion janë 2 milion. Edhe lek shqiptar 2 milion. E vërtetë. Kështu që tani ka ona tjetër që ndoshta shtetet afrikane ose ku diunë ndoshta edhe 2000 euro tani jetën e vet nuk i ka. E kupton, është një kontrast i madh që domethënë ka bë kontrast parja, domethënë njerëzimin, jetën, edhe me një farë forme thuhet se tani po flas nga gjuha e popullit. Ai që ka para din edhe të flas, ose i bëhet vendi edhe më i mirë.
Po, ka pas raste, domethënë se unë kum bo live muzikë, kum bo edhe në për shtëpi ose gjëra, ato që kishin para, kishin fjalën pak më shumë. Domethënë nuk ishte se logjika ose mendja vlerëson njeriu nga anë tjetër, po vetëm nga ana e pasurisë. Pak a shumë si politik. Po, aty pare po një jashtë politikës, së një muzikës. Nuk vjen shumë mirë, politikë. do të qëndrojmë tek muzika. Po, patjetër. Dhe specifikisht te kjo temë, matet suksesi me para sipas jush? Jo, suksesi nuk matet në asnjë mënyrë, as në muzikë, as moderim, as në televizion, as kund me para. Matet me vlera. Jam shumë dakord. Dhe me para. Jemi tek suksesi. Dëgjova diçka që sot dhe ju do të prekni një farë suksesi? Po, është titull. Është një titull? Po, është një titull, me gjithë se faleminderit që më kujton, po e përmendi për publikun, sot unë do e marrë titullin ambasador i paqes, jam në eventin ku mbat, do më kam propozu, jo që unë me kam kërku, po më kam propozu dhe më kam njoftu, dhe nga Zvicra ku më rëdhët, promovoj po dhe të marrë titullin. Kështu që shpresoj, tani është edhe një obligim shumë i madhe për vetën time, ta kem edhe një titull, dhe më duhet me qenë edhe më shumë i kujdesshëm me artën tim, me jetën time, me veprën time, dhe më thonë se e mbaj edhe një titull më shumë tani. Tani është vetëm një përgjithësi më shumë. Shumë e vërtetë të uroj shumë urime dhe shumë suksese. Shumë faleminderit. Ndërkohë, mendon se paraja mund ta ndryshojë karakterin e një njeriu? Po, me keqardhje po them se paraja po ndryshon karakterin e njeriut. Është duke ndodhur. Është duke ndodhur, ndoshta ka ndodhur edhe në kohët e lashta, po tani është shumë më të madhe. Do më shumë fenomene i shofmi që do më thonë paraja, për marë si shembol, e detyron a i lipsit dalje, do më thonë, të kërkoj e para. Po dhe ki tjetëri, bën gjëra me para që s'du të bëj. Këtu janë shumë gjëra që do më thonë nuk do i sekmi në detaj, do më thonë, se i dim gjithë, për gjithë si shembol, luftrat e vrasit e këto, bën me para, ose për interes të paras. Thashtë dhe njerë, po mos ishte paraja, njerëzimi do t'ishte shumë maj qetë. Ndoshta do ishte një tjetër modalitet i jetës që njeriu nuk do të ishte i varur nga paraja, po vetëm nga sinqeriteti, realiteti, nga dëshira, nga ndjesit. Nga ndjesit, po. Kështu që ndoshta, po mos ishte paraja, nuk do e bënë emisionin mëngjes, se kishme thonë do fleme shumë, po e bënë në mbrëmje. Në mbrëmje harrëm, kështu ngel për ditën e nesërme. Shëndron shumë. Ndërkohë sa i takon karrierës suaj, projekteve të ardhshme, kënga në fakt ishte e sapo dal nga fora. Dje ishte publikuar videoklipi, ju sugjeroj të gjithëve ta ndiqni, pare titullohet. Po, faleminderit. Publiku e vlerëson, komentojnë shumë, publiku është një që dëmëton të falemderojmë shumë publiku. Absolutisht. Është diçka që nuk blihet me para. Nuk blihet me para, bravo. Kjo dëmëton se publiku janë 90% njerëz që nuk i njohun personalisht, po i kam kontakt, jemi në kontakte, ajo është që më shtym, po njerëzit dëmëton e vlerësojnë punën tem edhe artin tem, dhe kjo nuk blihet me para, nuk ka çmim. Sigurisht që nuk kam çmim. Unë jam pa çmim, dëmëton. Pa, nuk blihet me para. Dashur me lidh se publiku është ai që vlerëson. Dhe më thonë, nuk është dërgjë vetëm paraja. Po, nuk është vetëm paraja. Po, tani, kështu është jeta, tani po e shumë se paraja, ku ka arrit, dhe më thonë, ku e ka pru njërzimin, deri në çfarë pike që njeriu dal gjithmonë nga vetja vetë. Se nuk është real njeriu që të bëj shumë gjëra që nuk duhet me ndodhë. Po nuk e bëjnë ato nga qefi, e bëjnë sigurisht nga halli. Më pëlqen që e mendoni kaq pozitivisht. Po pse ne mendoj kështu? Pozitivisht. Ndonjëherë dikush mund ta justifikojë me faktin që lipset të bëjnë disa kompromise, por nuk mund të bëhen kompromise me ndjesitë, apo jo? Nuk blen ndjesitë, domethënë, nuk blen ato. Janë gjëra që nuk blen. Janë shumë gjëra që nuk blen me para, domethënë paraja nuk e ka vlerën atë. Ai qartë. Ndërkohë projektet tuaja të mëtejshme, të radhës, do të keni po kam projekte, apo këngë në proces? Po kem edhe këngë proces, domethënë gjithmonë po i publikojmë kur i finalizojmë, domethënë po në të ardhmen do dalë komplet me një këngë ndryshe. Oh. Pak më ndryshe. Jashtë paras, domethënë. Për te i paras? Për te i paras, po domethënë shumë më ëmbël, se do i këndojmë dashurisë. A sa bukur. Ja, pikërisht pa. Vjen gjithmonë një moment. Pikërisht është kjo pra, dashuria, paraja, humb, s'ka vlerë të dashuria. Shumë e bukur kjo. Do ta mirëpresim po ashtu edhe këtë këngë dhe jam e bindur që edhe publiku do ta vlerësojë. Patjetër. Ndërkohë, çfarë do t'i thoni dikujt që e vendos paran mbi gjithçka tjetër? Mos ta bëj atë gabim. Dhe ta mendoje jetën ndryshe, versionin ndryshe,
po thëmë edhe njerë se shumë njerës janë detyruar me një formë, janë detyruar, se jo që e bajnë ndoshta nga dëshira. Njerëzit janë, si me thonë, shqip me një rrugë pa fund, me një tunel të blokuar, edhe detyrohen shkreti, dhe me bërgjera. Një pjesë tjetër pak e favorizon atë pjesë, po fundit, për moment global, ne punojmë për para. E vërtet. Mesha era fjalla tek puna. Ishte një punë shumë e mirë. Klipi i këngës, e gjithë kënga. Kush e ka shkruar, nëse mund të tregosh diçka për... Patjetër, du t'i falimderoj bashkëpunëtorët e mi. Dhe më thonë, tekstin e këmë shkru vetë. Muzikën e këmë kompozu vetë. Po, se jam dhe kompozitor. Kurse orkestrimin, masterizimin është një nga kompozitorët e ri nga Prishtina, është shumë i talentum, do më thonë Rinor Ukimiri, falimderoj shumë Rinorin, që e ka bo një punë shumë të mirë, kurse edhe figurantët nga ensembli Gjilonit, i falimderoj, për më duk komplet është Art Fabe nga Gjiloni, do më thonë videoklipin e bën Art Fabe nga Gjiloni, po edhe lokacioni është nga Gjiloni. Kësaj radhe është më dejnë Gjilan. Shumë e bukur. Kënga e radhës do ketë një tjetër? Tani pak u bëna regionisë, jam vetë nga Gjilani, tani pak u bëna publicitet edhe Gjilanit, po tani kjo është reale. E kemi bo ndej, po shife tani gjithë koncepti edhe i videos, dhe më thonë, e ku mendu se paraja i përfshin gjdo gjën këtë botë. Pavarësisht ca gjërave edhe mendova se si ta paraqes të publiku. Dhe është dëmë njeri që e tregon standart, njeri unë me qaj, a i tjetëri me alkohol, po në fund e tregon se nuk ka, vetëm pinë alkohol, po edhe ikë. Lidhe pakës me përvoje personale jetësore? Po e personale jetësore, ja, po përjetime kështu se unë këmë bon live muzika dhe kemi pa shumë skena në për lokale që dëmëdhon, ata që pinin shumë alkohol në realisht nuk ishin shumë para. Po këto tjerët që rrishin pak maqet me një kafe ose me kështu maqet, në fund kishin. Po kishin kaq para, dëmëdhon, kër bënë pagesën, këmë edhe nga gjërat reale këtë që këmë paone, edhe ka ndodhe kjo, dhe më thonë, po, nuk do më thonë se qëndronë vetëm kështu se si këmë paraqitune, po me një farforme po. Absolutisht. Po, kurse unë e mbajta neutralitetin vetëm me ujë, se ujë pinë gjdo njeri me para ose pa para, se to ka sjell ujë. E vërtet, edhe pse në fakt në kohë që jetojmë kemi të probleme me ujën e pishëm, fakt në këtu në Shqipëri. Nuk kemi dhe shumë probleme si që ka Afrika, mos hara. Gjithmonë duhet mendojmë pozitivisht. Gjithmonë mendojmë pozitivisht, se dhe më thonë, unë vetë këmë po emisione dhe çdo njeri në Afrikë shkojnë 10 kilometra në kom për 1 litër se 2 litra ujë. Të bëjë një fëmi 10 kilometra dhe mos harroni se do bënë rrugën ku ka tigra, leona dhe pantera, këto gjëra do më thonë nga shtazet që edhe i mbysin njerëzit, ato rrezikojnë do më thonë ka 10 kilometra me shku me më 1 litër ujë. Kështu që ne këtu nuk kemi probleme ujë. Nuk kemi. Ne nuk duham të shkojmë Bashkimin Evropian. Nuk do një shkojnë, ja. Po, realisht nuk kemi, po e dojmë më shumë luksus. Po. Më shumë luksus, se ujë del nga toka. Tani njeriu mund dot me durët e vetë nxjerr ujin nga toka. Si që nxjerr dhe projekte të mrekullueshme në momente frymëzimi, ishe me Bekim Ibrahimin, diçka të fundit që doje ta shtoje për publikun, ku mund të ndjekim? Publiku, faleminderit edhe njëherë, pra publiku këngët e mia janë për YouTube, janë për shumë mediume, edhe mediumin e ju, faleminderit edhe njëherë, kështu që publikut faleminderit, shihemi prap me një këngë tjetër, me një temë tjetër. Shpresoj që t'ju pëlqej dhe publikut ju uroj edhe gjithë tjerëve sa më shumë para të keni. Po ndjeni në njerëzore mos e harroni. Faleminderit. Herës tjetër, po, do të flasim më shumë për ndjenja njerëzore. Patjetër. Dhe deri atëherë ne do të rishihemi në fakt se të hënën me Flavion Kafesheto. Ju uroj të gjithëve një fundjavë të mbarë. Kalofshimi.